për realizojmë shikimin e shenjës dash për këtë muaj, deri në fund të muajit, çfarë rezonot ke dashi. Tek dashi sondon planeti Mars, sondon tek pjesa e energjisë, të veprimit, të guximit dhe është impulsiv. Tek dashi. Dashi në këtë kohë është si temperamenti vetvetes, po i mat mirë gjërat e tij dhe po sarton një plan, po gjithsesi tek plani është i dyshimt ndaj vetvetes, ndaj programit të tij. Njëkohësisht tek plani që po rezonon si shenjë dashi, duhet të ketë pak kujdes sepse është personi i dytë që e vëzhgon dhe e shikon çfarë ka në mendje dhe çfarë po vepron. Njëkohësisht është person ziliqar, do të marri si përbazë planin e tij dhe të vendosi mbi planin e tij. Gjithsesi shikoj që në këtë kohë do t'i hapet një portë e artë. Porta e artë do jetë si me rrënjë të forta, si tek mendja e tij, si tek veprat dhe si tek biznesi i tij. Gjithsesi shikoj dhe që në largësi dhe në distancë është një projekt i lënë për gjysmë ose pak më njanë, dhe ky projekt në këto ditë vjen si e përbashkon si në mendim dhe si në vepër. Njëkohësisht dashi, shikoj dashin që është domethënë si pjesë mbreti, si kavalier në këto kohë, gjithmonë është i sugjeron fjalët dhe i sugjeron veprat e tij. Është domethënë si pjesë vigjilente, si në fjalë, si në vepra, kërkon fatin ose kërkon të përfshtjellë çdo gjë që ka brenda vetes dhe çdo gjë që i paraqitet në vazhdimsi. Po gjithsesi shikoj persona të tretë, persona që e vëzhgojnë, po janë persona mbrapa skenet dhe janë të pafuqishëm, nuk e kanë fuqinë e forcës, po më tepër janë ziliqar dhe vendosni këto ditë në javën e vazhdimsi, vendosni 3 sugjerimet e juaja dhe 3 planet që keni në vazhdimsi, që keni në mendje. Do përdorni forcën, do përdorni inteligjencën tuaj dhe do përdorni dhe sekretin ndaj vetvetes. Është pak si në errësirë kjo pjesa juaj, po gjithsesi do gjeni zgjidhje. Sa përket dashit, dashi jeni duke ndarë 2 plane ose jeni duke ndarë 2 kulla që përfshini ju tek pjesa e këtyre 2 kullave. Është një pjesë pasurie, është një pjesë e ardhme dhe ju do vendosni tek ky plan, sepse keni kohë që e vëzhgoni dhe keni kohë që ju e miratoni këtë në vazhdimsi, po e keni fjalët e prera dhe keni forcën që e vendosni me një anë, keni forcën që do e vendosni dhe me një anë tjetër keni vëzhgimin se si do reagojnë 2 persona që keni kashi, 2 persona që kanë lidhje me vendimin që ju do merrni në këtë kohë. Sa përket femrat tek dashi do sugjerojnë pjesën e dashurisë të tyre, po i peshojnë fjalët, po i masni fjalët dhe me një anë të vëmendjes tuaj ose më tepër te pjesa e shpirtit, te pjesa e zemrës janë të lënduara dhe i thurin fjalët ose mundohen të kenë takimin ose sugjerimin ose pak komunikimin, sepse janë të qarta në mendimet e tyre, po nuk janë në të qarta në vendimet. E shikoj që zemrën e kanë pak si të thyer, po gjithsesi e shikoj ndjenjat, domethënë ndjenjat janë shumë të forta, po janë të lidhura ndjenjat me veprimet dhe ju po peshoni fjalët në këtë kohë, po e peshoni domethënë në mënyrën më të bukur dhe më të thjeshtë. E shikoj që jeni shumë e acaruar. Acarimet e ju vjen sipas mënyrës të ndalesës të takimeve ose të bisedave. Shikoj që ju do e keni të një lloj ndryshimi tek ju do vi shumë shpejt bashkë dhe me veprën dhe me ndryshimin, po mos e gjykoni vetveten. Se kjo letër simbolizon e prorët, ka lidhje me ligjet, ka lidhje me vendimet e punës ose persona që janë në statusin e duhur. Në këto kohë ju arrini, keni gjithçka në arritje dhe merrni miratimin dhe merrni kupën e artë, vendosni forcat, vendosni vendimet. Shikoj që keni një ndërrim pune, shkoni me një status më të lartë dhe është një status si forma e mbretit. Mbani një kapele të artë, mbas kësaj kapeles përgatitet dhe pjesë menaxhimit të tjera të jetës tuaj. Keni shkallë në karrierë, jeni duke u ngritur.
pavarësisht sepse akoma keni fjalë, miratime, kontrata të pavendosura dhe këto janë po mbrapa jush duke mbartë miratimin në vërtimsi. E shikoj tek dashje, e shikoj diçka, sepse domethënë bisedat të ardhmen ose më saktë lidhjen tuaj, lidhja sa po i përket dashurisë, shikoj që nuk ju jep shanse personi, nuk ju jep të drejtat ose nuk ju jep, domethënë shpjegimin më saktë, ju lën pezull dhe shikoj që ka tradhti, pak tradhti mes jush, po më saktë personi mashkull domethënë drejtohet me pjesën e tij të forcës dhe e simbolizon jo tradhti, po pak mërzitje ose nuk ka besim. Gjithsesi unë shikoj që ka tradhti brenda jush, ju shoh të mërzitur, të zemëruar dhe pak ftohtësi brenda vetvetes dhe po mendoni në vetvete si do arri të startoj takimin ose të ndaj dyshimet që keni brenda vetes. Si do arri dashje në financa. Sa përket dashit në financa, dashi në këtë kohë po drejton mirë punët e tij, po ka pak një ngërç ose një mërzitje ose diçka pezull në këtë pjesë, po e shikoj që në këtë kohë do firmosë kontrata, do marrë vendime, do firmosë kontrata, diçka sigurt, super të sigurt ndaj vetvetes. E shikoj që do ketë shumë motivim ndaj vetvetes dhe sa përket në këtë kohë do flasë, do shprehni jashtëmase me personat që keni përpara vetvetes, sepse ju po miratoni një pjesë rrënjë si pjesa e miratimit të jetës tuaj. Sa përket femrave të dashit, femrat janë pak si të mëzitura, mendojnë që çdo gjë ta kenë në dorën e tyre dhe ego e tyre është pak si errët në këtë kohë, po do lundrojnë, shikoj që ka udhëtime, vendosen për udhëtime, i kanë udhëtimet, i kanë pasur normal, i kanë pasur të qarta dhe nuk kanë arritur në udhëtime, po gjithsesi e shikoj që do ke një miratim të vetvetes, arrin gjithçka që kanë pas në mendje ose në shpirt, e shikoj që do ketë surpriza të këndshme në këtë kohë, udhëtimi që mund të krijohet dhe mund të bëhet tek ato është finalizues në çdo pjesë dhe edhe në mendime. Shikoj që kanë besimin në Zot, shikoj që ato mund të bëjnë një rit ndaj vetvetes, do bëjnë një manifestim ndaj vetvetes sepse ndjehen mirë dhe do ta bëni këtë lloj manifestimi. Lidhjet që janë të shkëputura do kenë takime dhe do kenë afirmime dashurie dhe do ketë mirëkuptime mes tyre.